Samiti i Komunitetit Politik Evropian në Tiranë ka përfunduar me një konferencë të përbashkët për media të kryeministrit Edi Rama dhe homologes nga Danimarka Mette Frederiksen, vendi së cilës do të mirëpres samitin e ardhshëm të këtij komuniteti vjeshtën e këtij viti. Vendosëm që do të kemi një skuadër bashkërenduese të KPE nën kujdesin e zyrës së presidentit të Këshillit Evropian. Bashkë përfaqësojmë një treg 600 milionësh e na takon të bëjmë atë që duhet për të shndërruar këtë potencial në rezultat për njerëzit tanë. Ky forum është i rëndësishëm se Europa po përballet me një sër sfidash dhe na duhet ky format kur kemi shtete që nuk janë anëtare në Bashkimin Evropian. Siguria do të jetë përparësi, pasi jetojmë në një botë të pasigurt. Rusia është kërcënimi i të gjithëve dhe për shkak të sulmeve kibernetike dhe dezinformimit, po përpiqen të shkatrojnë demokracinë. Riarmatimi duhet të jetë prioriteti numër 1 i yni. Konkurrueshmëria e kompanive tona është e rëndësishme dhe ne duhet i japim fund karburanteve, gazit dhe hidrokarbureve nga Rusia. Çështje tjetër është emigracioni, në pjesën tjetër ka qenë thuajse i pakontrolluar dhe pasojat janë të panumërta. Duke u ndalur tek armatimi i Europës, të dy homologët u pyetën për qëndrimet e tyre për sigurinë, a janë në të njëjtën linjë. Nuk e di nëse ka, jemi vende të ndryshme europiane, nuk mendojmë dhe veprojmë njësoj. Duhet të mbrojmë veten. Me pasigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Europa duhet të jetë aftë të mbrojë veten. Nuk ka kontradikt, ka të bëjë me theksin. Mbështes idenë që Europa duhet të bëjë më shumë për mbrojtjen e saj dhe për të investuar në kapacitetet e saj të vendmbrojtjes. Unë besoj se kjo është njëra anë e medaljes. Ana tjetër, Europa ka qenë gjithmonë përfaqësuese disa gjërave që të tjerët i kanë patur zili. Ndaj, besoj që po. Ka edhe një pikpyetje, pse duhet pritur Donald Trump që të merrte në konsideratën pushimin, sepse ne ishim të apasanuar ndaj një kauze të drejtë, por humbëm terren në diplomaci. Kryeministri u pyet edhe për zgjedhjet. Më duhet të them që ajo çfarë cituat janë pak fjalitë e një deklarate shumë më të gjatë gjithëpërfshirëse, që përshëndeti zgjedhjet shqiptare dhe ju është referuar akuzave në raportin paraprak. Do të thoja që në këtë drejtim zgjedhjet në Shqipëri janë shprehje e vullnetit të popullit 100%. Për pjesën tjetër, çfarëdo që duhet përmirësuar, do të bëhet pa diskutim. Këtë kemi bërë zgjedhje pas zgjedhje. Sa i përket zgjerimit të Bashkimit Evropian, kryeministra daneze deklaroi se do të zgjerohet por duke u bazuar në meritokraci, ndërsa kryeministri Rama theksoi se Shqipëria do të mbyllë negociatat brenda vitit 2027.